nuk shoh çështje territoriale midis Kosovës e askujt tjetër. Territori i Kosovës është i përcaktuar. Kosova është republik, një shtet i ri demokratik, i njohur nga fuqitë e mëdha dhe ende jo i njohur nga 5 vende në Bashkimin Evropian. Në këtë drejtim nuk shoh problem. Nga ana tjetër, është detyra e Kosovës, i takon Kosovës që të shtyjë përpara dhe të bind pjesën tjetër për pozicionin e konsoliduar sa i takon vlerave në botën demokratike dhe në Bashkimin Evropian. Mendimi im është i mirënjohur dhe unë mendoj që të jetë e suksesshme Kosova duhet të harrojë Serbinë, fjalë për fjalë, duhet të harrojë Serbinë dhe të realizojë të gjitha ato pika që kanë të bëjnë me dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja pavarësisht nga Serbia. Pra ata të përmbushin çdo pikë dhe pastaj t'ia lënë topin në fushë Serbisë dhe të ecin përpara drejt Europës duke lënë Europën të merret me Serbinë.